Mirë se vini miq në Kohë Reale, nisim dhe sot programin. Sigurisht nuk dua që të ndalem shumë gjatë në fakt të kjo hapje, sepse dua që të zbuloj pak më shumë detajet e ngjarjes në Mans të Durrësit. Bëhet fjalë për një ngjarje në të cilën duket se një kafe kthehet në një debat ku ka viktima. Një ngjarje për cilën nuk do donte askush që sot ta trajtonte dhe sigurisht të ndalej më gjatë, por ky është fenomeni, këto janë rezultatet në këtë shoqërinë tonë në të cilën ne jetojmë, ku duket se një 23 vjeçar dhe një 33 vjeçar mundet që të konfliktojnë vetëm për shkak se ekspresi nuk ndizet. Është një ngjarje patjetër shumë delikate, do kemi mundësi që të zhbërthejmë pak detajet edhe të kuptojmë pak më shumë, ndërkohë shumë tema të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë pas siglës. Fillojmë direkt. Mirë se vini në Kohë Reale miq, takohemi bashkë në fakt si çdo ditë nga e hëna në të premte. Fillojmë për një temë të rëndësishme të diskutimit pjesës parë, po do kemi mundësi që të ndalim tek detajet aty, pasi t'ju tregoj se çfarë do të flasim ditën e sotme. Do kemi mundësi që diskutojmë pak për babain e Ervis Martinajt, një personazh shumë i njohur në këto 3 vitet e fundit që pas zhdukjes së tij, një figurë e cila pati misteret edhe u diskutua shumë fort edhe në studio televizive, po për cilat në fakt komentuar edhe nga institucionet publike nuk është se pati deklarata konkrete. Por çfarë ka ndodhur? Kemi një hap të ri, do të rikthehet kjo ngjarje pas vendimit tashmë që ka marrë babai i Ervis Martinajt për ta shpallur të zhdukur zyrtarisht birin e tij. Ka qenë fati i Ervis Martinajt, të cilin Mustafa Martinaj tashmë e ka drejtuar zyrtarisht edhe gjykatës së Lezhës që i biri të shpallet si person i zhdukur. Do kemi mundësi që zbërthejmë pak më shumë, ndoshta mbi të rejat pas këtij vendimi. Ndërkohë nga ana tjetër do kuptojmë pak për teknologjinë edhe raportin që kanë të miturit bashkë me të, sa të kujdesshëm duhet jemi ne në raport me teknologjinë, sigurisht edhe përgjegjësitë që duhet kenë të rriturit në metodat e rritjes të rinjve edhe të fëmijëve për sa i përket teknologjisë. A mundet që të krijojmë një shoqëri apo një adoleshencë e cila ka një varësi jo vetëm ndaj teknologjisë, po edhe probleme të mëdha në raportin me njëri tjetrin edhe në raportet sociale? Kjo do të jetë një temë e cila do të zgjerohet me të ftuar ekspertë të fushës, po edhe aktorë të cilët do të japin zë mendimit të tyre në programin ditën e sotme. Ndërkohë nga ana tjetër do të ndalemi pak me profesor Fugën për diskutuar fenomenet e ditës së sotme. Do të jetë një temë për cilin dua që të flasë që është mirënjohja. Mirënjohja, një term shumë i rëndësishëm në shoqërinë shqiptare. A ekziston më mirënjohja në shoqërinë tonë? Nëse ekziston ky fenomen, si e shohin shqiptarët? Po ndonjëherë edhe që e komentojnë me njëri tjetrin, sa e vërtet është, po e parë kjo edhe në këndvështrimin e profesor Fugës, që sigurisht do të vinë ndryshe, një bisedë e ditës së sotme me të, edhe për ta sjellë pak pikpamjet që ai ka, pikpyetjet që ngre vetë profesori në raport me mirënjohjen, po edhe për të thënë se shqiptarët janë vërtet aq mirënjohës, edhe ka ndryshuar kjo dhe bashkë me evolimin e shoqërisë ndryshon edhe raporti jon me mirënjohjen, ndoshta edhe për t'i thënë disa gjëra në sy me njëri tjetrin. Do kemi mundësi që ndalemi pak tek protesta në Rrëshen, do të shkojmë atje në Spaç, në një ndër vendet më të errta për sa i përket memorjes kolektive edhe kohës së komunizmit. Për gjithë ata të cilët e kanë vizituar, e kanë kuptuar mirë se Spaçi është një vend ku edhe dielli lind shumë vonë edhe erret shumë herët. Po ndërkohë nga ana tjetër janë ata të cilët punojnë çdo ditë atje që kërkojnë të drejtat e tyre, sepse ngjitur me Spaçin, edhe kur dikur të burgosurit shkonin, ishte një minier. Minier e cila çdo ditë duket se edhe mund të rrezikojë jetët e minatorëve, po ndërkohë nga ana tjetër ata kërkojnë të drejta, kanë arsyet e tyre, po ndërkohë nga ana tjetër reagon dhe institucioni i cili kërkon që të punëtorët të rikthehen po përsëri në institucion. Çfarë po ndodh konkretisht? Do kemi mundësi që të shkojmë me kamerën dhe mikrofonin ton tek protestuesit, po ndërkohë nga ana tjetër të kemi dhe zërin e palës tjetër. E nis programin me ngjarjen e Manzës, vrasja e cila mori sigurisht përfshiu në ngjarje 23 vjeçarin Aranit Kurti dhe Flori Paluçi, 33 vjeç, një ngjarje e cila ka ndodhur në mesnatë në orën 1:45. Në fakt është një ngjarje që siç e thash edhe në krye të nisjes së programit, askush nuk do donte që diskutonte sot për një bisedë të tillë. Nëse kafja do të ishte si ritual i zgjimit të mëngjesit për të nisur jetën tonë sociale, me sa duket është kthyer në konfliktin që i mori jetën të rinjve. Do ta diskutoj
Me të ftuari do të kem Bledar Bekon, ish prokurorin, po edhe avokat. Mirë se vjen. Bledi, faleminderit që të kam. Do kem në studio Fation Softën, e mirë pres që taftoj edhe stafi në studio. Ndërkohë dua që ta nis me Pleona Prengzin, gazetaren, kolegen e cila është në këto momente live pran lokalit ku ka ndodhur, apo jo Bleona? Më thuaj pak cilat janë detajet nga ngjarja e mesnatës në orën 1:45, Bleona. Flori, të përshëndes, ndodhemi në Manës, pikërisht në lokalin ku në orët e para të mëngjesit, përkatësisht në orën 1:45 të mëngjesit të sotëm, ka ndodhur një ngjarje e tmerrshme ku kanë mbetur të vdekur 2 persona, ndërkohë një person tjetër ndodhet në arrati dhe i përfshirë ka qenë dhe kamarieri i këtij lokalit. Ky është lokali, në fakt, mendimin e operatorit do të kemi mundësi të shikojmë edhe lokalin ku ne ndodhemi, siç e shikojmë ditën e sotme. Ndërkohë ndihmon regjia me finalin. Ngjarja ka ndodhur në ambientet e brendshme të lokalit, ndërkohë siç mund ta shikojmë ditën e sotme, në këtë lokal puna avion si edhe çdo ditë tjetër. Brenda lokalit ka edhe klientë të cilët vazhdojnë të pinë kafe në këtë lokal, ndërkohë edhe pse pas ngjarjes të ndodhur në orët e para të mëngjesit, puna nuk ka ndaluar. Siç e shpjegova pak më parë, ngjarja ka ndodhur rreth orës 1:45 të mëngjesit të sotëm, ku përfunduan në fakt për arsye banale, pasi i gjithë konflikti ka nisur mes personave të përfshirë dhe kamarierit për arsyen sepse ekspresi nuk ndizej. Ndërkohë kanë mbetur të vrarë 2 persona, siç edhe e theksuam më parë, Flori Paluçi, 33 vjeç, ky i fundit në fakt ka nisur të gjuaj edhe ndaj personave të tjerë dhe ka lënë të vdekur 23 vjeçarin Aranit Kurtit dhe më pas ndaj 33 vjeçarit shoku i Aranit Kurtit, 21 vjeçar, ka mundur të qelloj Flori Paluçin duke e lënë të vdekur. Nga informacionet e fundit që ne kemi deri në këto momente, 21 vjeçari ndodhet në arrati dhe nuk është mundur të lokalizohet nga forcat e policisë. Në fakt e habitshme, pasi në anën tjetër të rrugës, pra përballë këtij lokali ndodhet shumë pranë edhe stacioni policor i zonës. Po, na e trego pak këtu dhe me plane, ma shoqëro Bleona edhe me pamje dhe më lëviz pak në vendin e ngjarjes se të kuptoj edhe unë se çfarë ka ndodhur, të kuptoj publiku mbi të gjithat. Po, ku është reparti i policisë për cilin po më flet, edhe kamerat, ku kanë qenë kamerat që kanë kapur gjithashtu edhe skenën. Po. Mendimin e operatorit, ne do të kemi mundësi edhe të shikojmë komisariatin e policisë i cili ndodhet përballë këtij lokali, të cilit ne ndodhemi aktualisht. Do të kemi mundësin ta shikojmë tani. Në fakt nuk është shumë larg lokalit, është vetëm në anën tjetër të rrugës. Nuk e di nëse arrihet të shikohet edhe stema e policisë së shtetit në komisariatin. E kuptoj, mu përballë vendit po e shohim në këto momente. Është edhe komisariati i policisë pra vendit ku ka ndodhur ngjarja. Tani për të kuptuar pak, kush ka mbritur në vendin e ngjarjes në fillim, pra si ka nisur si ka gjithë skenari i kësaj ngjarje, pra si është ndërtuar, na bëj pak një analizë për të kuptuar kush është futur në lokal, sa persona ka patur brenda nga dëshmit, çfarë është rrëfyer? Po, Flori, atëherë Daniel Pepa, kamerat ku kanë qenë për të kapur gjitha skenat, nëse ka patur kamera sigurie për në rreth e rrotull karburantit, se duket që është pi karburanti. Në operatorin do të na shoqëroj për të parë më mirë edhe vendin e ngjarjes. Rreth e rrotull karburantit në fakt ka kamera sigurie, por edhe në anën tjetër të rrugës ka markete të cilat ndodhen, por me informacionet që ne kemi nuk kanë arritur që të kapin vendin e ngjarjes dhe momentin e duhur, ndërkohë siç po shpjegoja në orën 1:45, në fakt disa momente më parë, Daniel Pepa së bashku me Aranit Kurtin kanë shkuar në lokal dhe Danieli ka kërkuar kamarierit të këtij lokali për t'i bërë një kafe, ndërkohë sipas kamarierit në fakt i është përgjigjur se ekspresi ka qenë i fikur dhe nuk mund të bënte një kafe, ndërkohë sipas informacioneve Danieli ka vazhduar me Flori Paluçin më përpara.
Sipas informacioneve që ne kemi marrë nga terreni ditën e sotme, të gjithë banorët janë, të gjithë personat e përfshirë janë banorë të zonës. Daniel janë banorë të kësaj zone, ndërkohë sa për sa i përket të vrarit Flori Paluçi vinte nga Hamalla. Pra nuk jetonte pikërisht në Mans, por jetonte diku pak më tej, por të gjithë njiheshin edhe nga personat e kësaj zone. Po, vazhdo me raportimin se po dëgjoja fakt, po ishte një element që doja që ta ndanim bashkë me ne, ndërkohë mirëpres edhe Softën me që e kam në studio për ta përfshirë edhe regjia në plane. Po, pra, kanë shkuar për të konsumuar një kafe të dy personat në mbrëmje dhe kanë kërkuar që të konsumojnë një kafe në pikën e karburantit, apo jo? Flori Paluçi ka qenë aty prezent si klient, ka patur të njohur, dikë... Atëherë Flori Paluçi ka qenë i ulur me kamarierin e këtij lokali në një tavolinë, ndërkohë ka ardhur Daniel Pepa së bashku me Aranit Kurtin në lokal, i kanë kërkuar kamarierit që t'i bënte një ekspres, ndërkohë kamarieri është shprehur se ekspresin sapo e kishte fikur dhe merr kohë në fakt për ta ndezur dhe për të vazhduar procesin e kafes, por me sa duket personat situata ka agravuar pasi Danieli ka kërkuar që ta ndiste ekspresin duke përdorur fjalë fyese në drejtim të kamarierit, dhe ky ka qenë në fakt momenti ku Flori Paluçi ka ndërhyrë dhe i ka thënë që nuk mund ta fyjë kamarierin pasi ndodhet në praninë e tij, ndodhet i ulur në një tavolinë me të. Pas këtij momenti debatet verbale në fakt kanë agravuar dhe duke përdorur dhe armën e zjarrit, sipas dinamikës paraprakët të ngjarjes që ne kemi, i pari që ka qelluar është Flori Paluçi, pra 33 vjeçari i cili ka vrarë Aranit Kurtin, dhe më pas Daniel Pepa ka qelluar duke e lënë të vrarë Paluçin. Nga informacionet që ne kemi mundur të marrim në këto momente për lidhur dhe me gjendjen shëndetësore të kamarierit i cili ka qenë në fakt i përfshirë në këtë ngjarje, ky i fundit është në një gjendje të mirë shëndetësore dhe nuk ka patur asnjë dëmtim fizik, ndërkohë ky i fundit gjithashtu ka dëshmuar dhe ditën e sotme pranë hetuesve të policisë dhe është shprehur se Daniel Pepa i ka kërkuar kafe dhe është shprehur se dhe ky kamarieri është shprehur se ekspresi është i fikur, i pastruar dhe duhen disa minuta që të ngrohet për të bërë kafe. Në fakt nuk dua të përsëris, por dua të theksoj se kjo është dëshmia që kamarieri ka dhënë para hetuesve të kësaj ngjarje, ndërkohë është shprehur se ndërsa ka vazhduar të qëndrojë në tavolinë me Flori Paluçin, Danieli ka këmbgulur dhe i ka kërkuar duke ofenduar që të ndezë ekspresin, më pas ka ndërhyrë Paluçi dhe atëherë ka nisur konflikti fillimisht verbal dhe më pas ka degraduar në përdorimin e armës së zjarrit. Tani që flasim, në këto momente që flasim, kush është në kërkim nga policia? Daniel Pepa? Në fakt është 21 vjeçari, është 23 vjeçari, ndodhet në kërkim, nga ana e policisë së shtetit nuk është bërë ende mundur lokalizimi dhe kapja e tij, çka unë e theksova dhe pak më parë duket e çuditshme për vetë faktin se komisariati i policisë së kësaj zone ndodhet në anën tjetër të rrugës. Kur thua që nuk është kapur dot e gjithë ngjarja nga kamerat e sigurisë, për cilat arsye nëse më thua kështu? Pra, nëse konflikti ka filluar brenda ambientit, ku ka vazhduar më pas konflikti? Atëherë, në fakt, në ambientet, në bizneset përballë vendit të ngjarjes, ne kemi mundur që të flasim dhe me personat përgjegjës, por fatkeqësisht kamerat e këtyre bizneseve nuk kapin pikërisht vendin e ngjarjes, pra nuk drejtohen drejt lokalit, gjithashtu edhe kamerat e vendeve për rreth të karburantit në fjalë, i cili ndodhet shumë pranë lokalit, nuk kanë të njëjtin drejtim për të kapur përballë lokalin dhe për të parë se si ka ndodhur ngjarja, pavarësisht që janë marrë nga ana e merr kohën tënde për të sjellë detajet të tjera të lutem Leona, ndërkohë ta diskutojmë me të ftuarit. Softa, një ngjarje në fakt që shiko, ne mund ta kemi diskutuar her pas here edhe në panele për këtë komunikimin që ndodh mes të rinjve në Shqipëri, po që të arrinte deri në këtë pikë që ne do diskutonim sot për një vrasje e cila vjen për efektin e një kafeje, domethënë nuk mendoj që na kishte marrë mendje ndonjëherë që do të uleshim në panele. Kjo kërkon hetim. Së pari, pra mos e marrim kaq thjesht
Pse? Dhe mund të shikojmë Mendojnë që mund të ketë patur një konflikt po më mund të ketë dhe motive, mund të ketë dhe motive, të cilët është herët, pra nuk mund të jetë vetëm kjo e shfaqjes parë, që për arsye kafeje që Ekspresi ishte i fikur mund të ketë arritur në këtë pikë, mund të ketë diçka më përpara që mund të jetë si një pistë për hetim. E para e dyta, lokalet duhet të jenë të mbyllura mbas orës 12, pra nuk duhet të kenë aktivitet. Po, ndoshta si pikë karburanti. Jo, do ta shpjegoj. Okej. Edhe në pikat e karburantit, mbi bazën e ligjit për masat shtesë të sigurisë duhet të jenë mbuluara me telekamera, nuk besoj se duhet të ketë një ambient të pambuluar me telekamera, pra duhet është detyrim ligjor që të gjitha subjektet, veçanti ato që kanë risk, karburantet janë pika me risk, jo në pak karburante kanë ndodhur grabitje dhe përdorimin e armëve. Dhe si të tilla janë. Po të shikosh disa vende, siç është Italia, kanë vendosur deri në orë caktuar ndërpritet edhe alkooli, sepse personat që janë drejtues mjetësh, marrin karburant, mund të pinë alkool dhe mund të shërbejë për aksidente automobilistike. Dhe si tilla nuk duhet lejohet Pra ti thua që me ligj ato duhet të kenë një mbulim po patjetër do të kenë nga mbulim. kamerat në të gjitha Është detyrim ligjor. Po. I ka përcaktuar, shërbimet janë 24 orëshe. Detyrimisht me ligj duhet të jenë mbuluara me kamera. Objektet që kanë mbi 50 roje, mbi 50 punonjës, duhet të jenë detyrimisht edhe brenda tyre të mbuluara me kamera. Pra jo vetëm ambienti jashtëm, jo vetëm perimetri, por edhe brendia. Për problematikat që mund të kenë për shkak të stafit dhe pranisë së personave. E treta, komisariati apo posta e policisë shumë afër. Dhe si e tillë, jo vetëm koha përballë, siç po e shikoni. Po, e para, duhet të ketë një grup të gatshëm, çdo strukturë ka një grup të gatshëm, që rrin në strukturë dhe përgjigjet për situata, për problematika e me radhë. Dhe mund edhe duhet kishte në distancë, sepse ruajtja nuk është dera e strukturës policore, po është rruga kryesore, kur hyn dhe dalin ato mjetët. Dhe ndoshta një vendosje e një punojësi sigurie mund të kishte qelluar dhe mund të ndihmonte, po themi për parandaluar ngjarje. E treta është mbajtja e armëve. Pra këta persona që qarkullojnë të armatosur, njerëz të cilët njëri nga ata ka qenë me probleme në territorin italian, duhet të ishte në mbikëqyrje policore. Dhe si tillë nuk është kontrolluar asnjëherë, nuk ka pasur dyshime që këta persona qarkullojnë të armatosur, prandaj dhe ata janë të trimëruar dhe afër postës policisë shkojnë dhe lëvizin me armë. Aq më tepër që kemi pasur një ngjarje e cila prodhoi dhe viktima. Mirë, që të përfshi dhe pak Bacon. Bled, një ngjarje, nuk e di, cilat janë pikpyetjet e tua që të lindën në fillim pasi dëgjove për një ngjarje të tillë? Është panoramë të gjerë për këtë. Janë disa element. Para ngjarja ka ndodhur në orët e para të mëngjesit, rreth orës 2. Personat kanë qenë të armatosur. Pra me informacionin që vjen, do ta marrim të mirëqen pavarësisht se nuk është shumë i plot, nuk është i thellë, nuk kemi një informacion të bollshëm, duke qenë se materiali është quhet sekret hetimor dhe por në informacionin që vjen, pra jemi në këto kushte. Dhe duke qenë se ka ndodhur në një zonë rurale, por që Manza është qendër e krahinës aty dhe është pika më e filluare të gjithë njësive administrative ose fshatrave, është edhe një kyçëzim aty. Pra nga gjitha këto dhe nga fakti që djemt janë të rinj në moshë, si viktima ashtu dhe autori që bë viktimë më pas, edhe personi që është në kërkim, pra krijohet bindja që ata janë të njohur. Si rregull, grupi hetimor do të angajë patjetër një version tjetër përveç versionit të kafes, sepse në këto rrethana është shumë dyshim, pra të qenit e tyre me armë të shkorit aty, konflikti për njësi në këto nuk pijet një kafe, nuk i dim mirë këta persona lëvizin në këto orë të vona ose në këto orë të mëngjesit, që qa janë këta persona që lëvizin me pistoleta, pra të dy palët janë të armatosur. Dhe duhet hetuar drejt këj moment, pra është vërtet një konflikt i qasit, apo ndodhemi në një arsye të tjera? Apo ka patur një konflikt më hershëm i cili ka ardhur si një lloj provokimi? Nisur nga mënyra se si është zhvilluar ngjarja, mendoj që autorët dhe viktimat që janë përzierë në role, tash siç e rezulton mes tyre, absolutisht që kanë qenë të njohur. Është zonë e vogël, të gjithë njihen, edhe Hamalla i që përmend. Po, patjetër, edhe Hamalla është një distancë besoj 30 minuta maksimalisht larg nga vendi i ngjarjes. Ai është një lokal i hapur, që dihet që frekuentohet non-stop, dhe edhe vetë zona aty në fakt
është një zonë që ka patur problematika të gjitha llojeve, kryesisht problematika të pronave që janë për të njohura. Pra që të mos zgjatem më shumë, përveç konfliktit banal të kafes, por që mendoj që është një krizë identiteti, krizë shoqërisë, jo se ka ndodhur vetëm këtu, sepse ne dimë që konfliktet të tilla për ngacmime të rastësishme në rrugë ose parkimen i hasim kudo, dhe edhe me pasojë të tilla. Por mënyra se si ka ndodhur ngjarja, fakti që të dy palët kanë qenë të armatosur, fakti që ata duhet të kenë qenë të njohur, ndofta mund të ketë pasur ndonjë konflikte më pashëm. Pra është një version që ngrihet. Pastaj versioni tjetër është se kjo ishte edhe një pikë pyetje që kisha unë bazë. në fakt, ndoshta edhe për ta diskutuar pak të tre. Po do doja që të merrja edhe dy element të rinj nga Bleona. Si ka mundësi që në orën 2 të natës, pra edhe nëse dikush është duke konsumuar një kafe në një pikë karburanti, duhet rri me armë me vete? Apo dikush që lëviz dhe shkon dalon për të pirë një kafe aty, duhet lëviz me armë me vete? Domethënë, edhe kjo më duket pak e pakonceptueshme. Po pse duhet kërkonte kafe në orën 1 pa i çerek? Po më se njeriu, shiko, njeriu mund të udhtoj. Ja po e quajmë sikur është duke ardhur nga një vend. Më duket si një motiv për të krijuar një konflikt, e marr si element, se mund të kërkonte diçka tjetër. Pikërisht kërkoi për të krijuar një konflikt. Pastaj sigurisht që do të shikohen komunikimet, a kanë pasur probleme me njëri tjetrin, a kanë probleme me pronësinë e karburantit, a kanë probleme me vetë pronarin, pra mund të ketë disa pista ku mund të tetohet si ka ndodhur, pastaj mund vim ke rastësia apo te konfliktet e çastet të cilët, po një person që shkon në armatosur, tjetri del dhe e merr në makinë dhe e kishte armën në makinë, tregonte një herë që ka një lloj paraprgatitje dhe ato janë në situata të cilët arsyeja dhe motivet të forta i mbajnë që ato të jenë. Bleona, cilët janë të skeduar nga policia edhe kush njihet, pra njihen si emra nga policia persona të cilët për fatin e keq kanë humbur jetën apo edhe ata të cilët janë kërkim? Flori, në fakt, përsa i përket armëve që këto persona posedonin në momentin e ngjarjes, 21 vjeçari dhe 23 vjeçari nuk janë persona të skeduar më parë nga ana e policisë së shtetit, por edhe as kamarieri i këtij lokali, ndërkohë përsa i përket 33 vjeçarit Flori Paluçi, skeduar më parë nga autoritetet italiane, i akuzuar për grabitje me dhunë, nga informacionet që ne kemi gjatë viteve 2014 dhe 2015, Paluçi ka qenë pjesë e një bande siciliane së bashku me 6 persona të tjerë dhe të cilët si metod në fakt identifikuese të punës së tyre, pasi e theksova, është akuzuar më parë për grabitje me dhunë, këta të fundit së bashku me 6 sicilian të tjerë në shtetin italian, i piketonin në fakt dhe bënin të mundur hapjen e një vrime në muret e bizneseve që kishin piketuar për t'i grabitur më pas dhe grabitja e këtyre bizneseve në fakt kryej me dhunë. Në fakt, akuzi cili Flori Paluçi, 33 vjeçari, është akuzuar më parë nga autoritetet italiane. Paluçi u arrestua në vitin 2015, ndërsa prokuroria e përshkruante bandën si shumë të dhunshme, veprime të cilat kërkojnë ndjekje të rënda penale. Pra, vetëm Flori Paluçi ka qenë i dënuar në fakt më parë. Ka qenë i dënuar në Itali. Ndërkohë nga ana tjetër, ka patur dëshmitar të tjerë në momentin që ka ndodhur ngjarja. Pra përveç se kamarierit edhe Paluçit, ka qenë dikush tjetër në pikën e karburantit? Në fakt, po, në pikën e karburantit ka qenë një zotri i cili punon në këtë pikë karburanti, i cili aktualisht nuk ndodhet pasi bëhet ndrimi i turneve në orën 18 të çdo dite dhe nuk ka mundurin dhe që të marrë turnin për ditën e sotme. Në fakt edhe punonjësi tjetër i karburantit, i cili nuk ka pranuar të prononcohet para kamrës, ka mundur që të thojë që i një personat e përfshirë në këtë ngjarje, i përshkruan si persona të qetë në fakt dhe të cilët nuk kanë patur probleme. Për 33 vjeçarin ai është shprehur se është nga zona e Hamallës, ndërkohë për personat e tjerë të përfshirë në këtë ngjarje është shprehur se janë banor të kësaj zone. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, ishte gjithmonë kamarieri i cili është përfshirë në këtë konflikt. Ka qenë gjithmonë një kamarieri i turnit të natës, ka qenë me ndryshime turni, pra për të kuptuar edhe ne dhe për ta diskutuar më pas me të ftuarit. Pra, nëse është studiuar kjo ngjarje më herët, pra ky konflikt është bërë me planin më hershëm, dije që personi në fjalë punonte gjatë gjithë kohës në turnin e natës, apo ishin turne që ndryshoheshin?
në fakt me informacione që ne kemi aktualisht këto turne ndryshoshin, siç mund të shikojmë edhe në këto momente ka punonjës të tjerë brenda lokalit, kemi zonjën që pastron, por në të njëjtën kohë kujdeset edhe për pjesën e barit, ndërkohë dua që mendimin e operatorit të shikojmë edhe kamerat që ndodhen në këtë lokal, të cilat janë të drejtuara nga hyrja e biznesit, por edhe kanë kapur momentin që dy personat kanë ardhur në lokal, ndërkohë nuk është mundur që të kapet momenti i ngjarjes nga kamerat e sigurisë. Për shkak të kamerave të sigurisë që ndodhen dhe kanë kapur momentin që personat që futen, në fakt është bërë i mundur dhe identifikimi i 21 vjeçarit dhe 23 vjeçarit, siç e theksova, 21 vjeçari vijon të jetë në kërkim nga ana e policisë së shtetit. E kuptoj. Ndërkohë nga ana tjetër, pra kur më kape kamerën, ka qenë vetëm ajo kamerë e cila ka një panoram pak më të gjerë të lokalit. Mirë, e kuptoj se ndoshta është edhe po, ndoshta për ta diskutuar edhe pak me Po, në fakt Bacon. nga ajo çka ne E qartë. Jo, kamerët e sigurisë ndoshta kanë kapur pra detaje, flas edhe nga ngjarja, po ndoshta në momentin e konfliktit nuk kemi më shumë njohuri. Çfarë ndodh tashmë? Kërkohet personi i cili kapet personi i cili është në kërkim, po mendon që mund të jetë zbërthyer që në këtë fazë gjithë ngjarja, Beko? Personi besoj që do të dorëzohet, siç ndodh në këto raste. Policia po punon për kapjen e tij. Është bërë puna, besoj, është ngritur puna e tillë siç koordinohet në këto raste me prokurorinë dhe me prokurorin e gatshëm, si është jurisdiksioni i prokurorisë së Durrësit, dhe besoj që po punohet edhe me familjarët, që do jetë mirë për të që të shpjegojë dhe të sqarojë thanat e konfliktit. Bashkëpunimi e ndihmon, pra bashkëpunimi me policinë, nëse ai vetë dorëzohet, e ndihmon atë edhe në masën e mëvonshme? Në të gjitha rastet, kur personi vetë dorëzohet dhe ai shpjegon rrethanat, ai absolutisht që lehtëson veten e tij, lehtëson pozitën e tij, pra lehtësohet edhe nga aspekti shpirtëror. Sepse ngjarja është shumë e rëndë, vrasja ato që kanë ndodhur aty janë vrarë 2 veta dhe desha më thënë diçka, mos e harrojmë fal. Jemi në një situatë degradimi moral lartë të shoqërisë shqiptare. 2 veta janë vrarë aty dhe siç shpjegoi dhe gazetarja, megjithëse unë nuk mund ta shoh në këto, pra aty vazhdon puna normalisht si një ditë e zakonshme që nuk ka ndodhur asnjë gjë. Vazhdon shërbehet në bar, shërbehet edhe tek karburanti. Pra kjo është shoqëri e cila nuk ka respekt për jetë. Shoqëri e cila është ndërtuar e tillë dhe nuk prodhon më asnjë gjë, as jeta e dy të rinjve, as një ngjarje e rëndë që ka ndodhur aty. Edhe këto fenomene nuk zgjidhen as në emisione, për këto do të bëjmë një punë madhe, të bëm përshtypje, Bled, që aty vazhdon ende të ketë punë dhe thua është mungesë respekti? Kujt nuk i bën përshtypje kjo, që aty janë vrarë 2 veta, akoma nuk është larë gjaku, nuk është pastruar mirë vendi, dhe aty, si që shpjegoi edhe gazetarja juaj, puna vazhdon me ritëm, njerëzit shkojnë edhe njerëzit, lokali mbahet hapur, sepse bie biznesi në rast se ti e mbyt lokalin, më kupton. Se ti dhe është bërja sot në Shqipëri, ti mund të vritesh për një kafe, edhe tjetri mund të vazhdoj punën, pra ky është normalitet, i cili nesër dhe mund bjeri të koka e gjithë kujt. Por që t'i kthejmë asaj të mos zjatëm në filozofi, se nuk jam në kësaj fushë, po të flas. Jo, doja ta pyesja edhe pak Bleona, të kanë lënë të futesh brenda në lokal për të Flori, në fakt, fillimisht, kur ne kemi mbërritur, kemi arritur që të pyesim personat që punojnë në këtë lokal. Në momentin që ne kemi pyetur për ngjarjen, kanë thënë që ngjarja nuk ka ndodhur në lokal dhe se nuk dinin gjë. Një mënyrë ndoshta kjo për të mos treguar që me të vërtet din diçka ose kanë frikë për të folur dhe për të prononcuar për këtë ngjarje. Ndërkohë, ne kemi patur mundësi të flasim dhe me persona që administrojnë këtë lokal dhe janë shprehur në fakt që është një ngjarje për cilën nuk mund të prononcohen, është një ngjarje që nuk din as çfarë të thonë më tej, pasi pa çka asaj të futesh për të raportuar edhe nga brenda, apo të kanë kërkuar të largohesh? Të
pyes me që e nëzori edhe Në fakt Bledi si pikë, po. Në fakt, në prezencën e kamerës nuk na kanë lejuar. Në fillim, ne në momentin që jemi afruar pranë kësaj zone, kemi qenë pa kamerën dhe pa praninë e mikrofonit, dhe këto kanë qenë reagimet e para që ne kemi marrë, ndërkohë me prezencën e kamerës nuk na kanë lejuar që të futemi brenda ambienteve. Mirë, jo, e mirë, e rëndësishme është kjo për ta sqaruar, pra që për të kuptuar edhe ne, a ka bashkëpunim, a ka dëshirë për të zbardhur? Po, Bled, vazhdoje Kuela. Flasë për aspektin penal, vetë dorëzimi ti do të shërbente për zbarjen e vërtetës, pse jo, nisur nga sa dëgjua këtu mbi mënyrën si ka ndodhur ngjarja, nuk po them mekanizmin, pasi mekanizmi është pak i paqartë, por ne ajo që arrim të kuptojmë është që janë vrarë 2 veta dhe njëri ka vrarë dikë dhe shoku i viktimës ka qelluar drejt autorit. Ky i parafundit, pra shoku i viktimës, ajo që ka bërë vrasjen, ka ikur. Pak a shumë, ky është mekanizmi. Dhe në këto kushte, ai nofta mund të shpjegoj që jemi edhe në atë që quhet nevoja, mbrojtja e nevojshme. Sepse nuk ka dashur që ta vrasi, por ai sipas i mund të ketë drejtuar armën dhe është detyruar e ka qelluar. Pra, është edhe ky një element që do ta lehtësoj atë gjithnjë duke u parë edhe kamerat gëshëtuar edhe me deklarimin e kamarierit i cili ka qenë i pranishëm, po dhe me gjithë provat e tjera që grupi hetimor ka grumulluar në vend ngjarje, siç është pozicionet ku kanë viktimat, numri i plagëve që ato kanë marrë, vendi që kanë marrë, distancat, faktorët plotësues e shumë të dhëna të tjera, të cilat dofta në një fazë të mëvonshme të hetimit. Pra, në këtë ishte një element... Do të më saktë mekanizmin qëndrimit, ne kemi pasur një teori dikur që deponimi i pandehurit quhen mbretëreshe provave në legjislacionin e vjetër, po edhe tani ai shumë i rëndësishëm, edhe besoj që ai do të dorëzohet patjetër me negociata të qetësohet, mendoj që duhet të qetësohet, dhe të shpjegoj që si ka mundësi që kanë shkuar me pistoleta aty për të pirë kafe në 2 mëngjesit, qa djemë të rinë, qa punë donin, pse a kishin konsumuar do një lloj lënde të palvikshme, e shumë pyetje që ngrihen në tilla raste. E kuptoj. Mirë, e falenderoj Bleonën. Bleona, faleminderit për detajet e ngjarjes edhe për raportimin. Bled, nëse do qëndrosh edhe pak se dua të të pyes për ngjarjen e mëpasshme, që do ta përfshi edhe Softën, po për një element me që është procedurë në diskutim. Softa, kishe një koment fundit për ngjarjen e Manzës? Jo, ajo thjesht do të jetë pjesa e hetimit që do të nxjerrë shumë element, lloji armës përdorur, nëse është arma e viktimave prezente, gjoja që janë marrë, armën autori i dyshuar e ka marrë me vete, tabulatet nëse kanë pasur kontakte problematika, apo motive të cilet mund të hedhin pista të tjera, kjo pak a shumë. Mirë, këto janë pak a shumë, do shohim se çfarë do të ndodhë, nëse do dorëzohet apo jo, edhe pastaj se si do të interpretohet edhe më vonë gjithë ngjarja.